Partia Demokratike i ka paraqitur në emër të opozitës shqiptare një notë verbale delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, duke vënë në dijeni edhe Komisionin dhe Parlamentin Evropian lidhur me deklaratën e komisioneres Marta Kos, se zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri ishin të lira dhe të ndershme. Në dokumentin që mban firmën e Gazmend Bardhit, shprehet shqetësimi se ky vlerësim nuk pasqyron realitetin e vërejtur gjatë procesit zgjedhor dhe se kjo nuk është në përputhje me gjetjet e OSBE Odirit. Nuk merr parasysh qëndrimet e shprehura nga anëtarët e Parlamentit Evropian që shërbyen si vëzhgues të zgjedhjeve në Shqipëri dhe rrezikon të ndikojë në besimin e qytetarëve shqiptar te institucionet e BE-s. Më herët kreu i Demokratëve Sali Berisha tha se komisionerja është e frymëzuar nga propaganda e paguar e qeverisë. E frymëzuar nga propaganda e paguar e Edi Rams, ekstremizmi politik i majt apo dezinformimi, shkelram ligjin ndërkombëtar të vlerësimit të zgjedhjeve dhe ligjin kombëtar. Kritika siguriseu edhe ndaj ambasadorit të BE-s në Shqipëri Silvio Gonzato. Për të përcjell propagandën e Edi Rams, ju thot deputetëve të Parlamentit Evropian, kryetari i Partisë Demokratike nuk është pro-perëndimor, masi agenda e tij është manga dhe jo integrimi. Pas mashtrimit tjetër se Krisla Sivita ka sjell këtu çekun 9 miliard eurosh në rast se fiton Shqipëria për të shkputur nga Bashkimi Evropian. Ky është një trillim, një mashtrim. Berisha u ndal tek rezoluta e miratuar në Asamblenë e CDI-s në Brazil, ku dënohen sipas tij lidhjet e qeverisë me bandat e kartelet e drogës.